Ministria e Mbrojtjes synon të jap mundësi edhe vullnetarëve që të përgatiten nga Forca e Sigurisë e Kosovës për të qenë të gatshëm atëherë kur i duan shtetit. Ministri Ejub Maqedonci thotë se kjo mënyrë e angazhimit të qytetarëve është përfshirë në konceptin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse, që është prioritet në këtë mandat. Pra qytetarët vullnetarisht të jenë pjesë e sistemit tonë të mbrojtjes, duke u regjistruar nga Ministria e Mbrojtjes, trajnuar dhe pajisur nga Forca e Sigurisë së Kosovës, pastaj për të qenë të caktuar në një pozicion apo në një njësi përkatëse në rast se kërkohet prej tyre që të kontribuojnë. FSK veç se ka prokuruar armë personale që pritet të shërbejnë këtij procesi. Vitin e kaluar kemi prokuruar armë individuale, 3 fesh më shumë se që kemi personel në Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe që planifikohet të ketë Forca e Sigurisë së Kosovës, mënyrë që pjesa e armëve individuale, që është më tepër se që është personeli në FSK, tjetë e dedikuar për vullnetarët. Ministria pritet të dalë edhe me kritere për vullnetarët që dëshirojnë të angazhohen. Koloneli në pensioni FSK-s, Afrim Veseli, mbështet këtë ide. Dhe shpresoj që fillon të realizohet sa më shpejt, nuk ka nevojë për përgatitje të shumta ligjore sepse nuk kërkon kjo. Gjithçka që duhet është që FSK-ja të përgatitet, Akademia e Mbrojtjes atje që besoj që ata në kohë rekorde e kryjnë këtë. Ky thotë se përgatitja e vullnetarëve ka kosto, prandaj kërkohet shtimi i buxhetit. Veseli ka trajnuar vullnetar vetë në të kaluarën. Sipas tij, shteti duhet të mëtojë përgatitjen e 10.000 vullnetarëve. Personalisht vetë i kom realizuar me nxënësit e shkollave të mesme të vitit të fundit, me qëndrim një javor që në ditën e hanë kur veshin dhe në ditën e premte kur shkojshin, u vrekin një dallim shumë i madh në atë marrjen e edukatës ushtarake. Pra shumë e nevojshme dhe shumë e domosdoshme. Ndërka që eksperti i sigurisë Arbenda Shefci pret që qytetarët i përgjigjen pozitivisht thirrjes kur të vijë koha. Po, pa është një pikë dyshimi, kur është mbajtur dhe me thonë një anket para një vite 8 muajve, prej një agjencie kogja kredibile, dhe me thonë për mbrojtje të Republikës Kosovës janë paraqitur 80%. Qeveria ka miratuar programin kombëtar për mbrojtjen gjithëpërfshirëse më 2024. Atëherë u pa thënë se programi është startuar bazuar në sisteme të ngjashme që aplikohen në vende të ndryshme të NATO-s.